Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Në Evropën juglindore, ku bën pjesë edhe Kosova, vitet 2005 e 2015 janë shpallur si dekada e romëve. Ashtu që të gjitha shtetet që i kemi fqin, janë angazhuar më shumë se më parë të përmbushin të drejtat e romëve për të kompenzuar një traditë të tërë të negligjencës e diskriminimit ndaj këtij komuniteti. Mirë po, në Kosovë, përveç romëve, kemi edhe ashkali dhe egjiptas. Sonte do të diskutojmë për tiparet kulturore, gjuhësore e historike të këtyre tri komuniteteve. Çka kanë të përbashkëta e çka janë dallimet mes romëve, egjiptase e ashkalive. Mysafirët e sonte për të diskutuar këtë temë janë Ibrahim Elshani, profesor i pedagogjisë, i pensionuar i pedagogjisë, që ka dhënë mësim në shkollën e lartë pedagogjike dhe që është rom. Gjevdet Neziraj, kryetar i iniciativës së re demokratike të Kosovës, Parti Kjo Egjiptase. Gëzim Gashi, nga Partia Demokratike e Ashkalinëve të Kosovës dhe Bashkimi Bishi, përfaqësues i shoqërisë civile nga organizata Forumi. Faleminderit që erdhët. Zotëri Elshani, fillimisht a mund të na shpjegoni për nga e kanë preordet romët? Romët preordën e kanë nga India. Ata nga India kanë migruar në shekullin, parafërsisht në shekullin e 10 dhe janë shpërndarë në për tërë botën. Janë shpërndarë në dy drejtime. Një pjesë nga Afganistani, Persia, Jermenia, Rusia dhe në veri. Pjesa tjetër nga Afrika Veriore, nga Egjipti, Tunisi, Maroko e tjerë. Dhe nga ky vend, nga Afrika Veriore, kanë hyrë në Evropë, në Spanjë, në Itali, në Gjermani dhe vende tjera. Dhe sot romët që jetojnë në Evropë, çfarë preordhje kanë? Jo, ta plotësoj edhe këtë. Në Kosovë, romët kanë ardhur më vonë, kanë hyrë në Ballkan dhe në Kosovë, kanë hyrë me ardhjen e turqëve në shekullin e 14. Dhe këtu janë romët e Kosovës, janë 6-7 shekuj. Dhe përveç romëve, a i dini edhe rast në vërtet po e pyes zotërin Nezirën, preordhja e egjiptasve prej nga është. A bën pjesë në këtë preordhje të njëjtë si romët? Jo, ka shumë dhëna historike që do t'i argumentoj gjatë këtij emisionit se komuniteti egjiptas është ardhur më herë se sa vetë komuniteti rom. Supozohet dhe ka dhëna shkencore që në shekullin 12, do thotë se periardhja aty në Ballkan. Çfarë dhëna shkencore? Ka dhëna shkencore nga Esrem Çabej, nga Zia Shkodra, nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, që kam një dokumentacion këtu, dhe dhëna shumë të tjera të cilët kem lexuar, dhe pse me profesion nuk jam historian, por nevojat që të shtjelloj dhe të di se ky komunitet nga ka ardhur, kem fillu që të lexojmë dhe të arrijmë të disa dhëna shumë të shkencore që mund të argumentohen në mënyrë historike. Për këtë kemë bërë një trezë shkencore që është mbajtur në Prishtinë dhe që kanë qenë historianë të shquar të Kosovës, si zoti Piraku në vitin 2004, ku ka qenë Muhamet Piraku, Skënder Rizaj, Hakif Bajrami dhe disa personalitetet të njohura të historisë kosovare, por kemi edhe dokumentacione, sidomos nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe shumë dhëna tjera që në Ballkan ekziston ky komunitet shumë më herët, mirë po identiteti i saj është përzi me komunitete tjera për shkak të humbjes së gjuhës, të disa tradita dhe zakoneve tjera. Mirë, kur për herë të parë ju referohemi këtij komuniteti? Kur e gjeni që ju referohemi në Kosovë këtij komuniteti egjiptas? Në Kosovë ekziston një historik i gjatë. Personalisht e di që në PE ka filluar iniciativa në vitin 1956 nga një pedagog shumë i shuar dhe asaj kohë zoti Salim Murati, i cili për shkaqe të ndryshme dhe për që ka filluar iniciativën e komunitetit egjiptas në atë kohë është eliminuar nga regjimi serb, që shkon studion në Angli dhe që nga ajo ditë nuk dihet
personaliteti i tij ku gjinë dhe vetëm është njoftu që ka bën ndeshje dhe ka pas fatkeqësi në Londër dhe nuk është kthyer kur. Do thotë ai ka qenë iniciatori i parë dhe që ka filluar iniciativën e parë se në këto treva. Ndërsa me emërtime të ndryshme lokale ekzistojnë nëpër shumë libra të dhëna që ky komunitet ka jetuar edhe në Kosovë, në Shqipëri dhe në vende tjera të Ballkanit. Mirë, kjo është në libra, mirë, po sa i përket njerëzve sot që kur kanë filluar njerëz të identifikohen si egjiptas, një grup i njerëzve në Kosovë. Grupi njerëz për herë të parë duhet të them që ne ish Federatin Jugoslave, nuk ka pas rubrikë egjiptas. Nuk ka pas. Nuk ka pas. Edhe komuniteti rom duket ka vitin 1970 apo 74 janë identifikuar me fjalën rom se nuk ka pas edhe atëherë në listat e regjistrit jugosllav. E kur fillon të regjistrohet? Të regjistrohen egjiptas ende nuk ka pas regjistrim. Për arsye se vitin 1981 është regjistrimi i fundit për komunitetin edhe shqiptar edhe egjiptas dhe egjiptasit e kanë bojkotuar regjistrimin gjatë vitit 91, sikur shqiptarët, kështu që nuk ka ekzistuar ndonjë rubrikë dhe presim që tani në regjistrimin e ri të Kosovës. Mirë, nëse jo regjistrim formal, kur ka fillu grupi i egjiptasve të identifikohet si tillë në Kosovën e 20 vjetëve të fundit? Unë të thash që vitin 1956 ka pas iniciativa. Ka pas, mandej? Mandej ka fillu vitit 90 dhe në fund pas luftës. Do më thonë kohën e Miloševićit? Unë thash vitin 1956 në koha Miloševićit. Po, dhe pas vitit 1956? Pas një vitit 1956 kanë fillu disa shoqata. Ka pas një ripërtrirje në kohën e 90-ve. E disa njerëzve ku bazën e ka pas në fushë Kosovë, që disa intelektual të rrafshit Dugaxhinit, ndërta jom edhe unë që e kemi demantu atë shoqat për shkaqe politike dhe mund ta sjellin një argument që ish kryetari i iniciativës së re demokratike ku kisha lut kamerën që edhe e demanton shkumbjen në Rambuje të zotit Qerim Abazi për shkak se nuk e përfason komunitetin tonë. Në Rambuje... Nëse edhe ju keni drejt mu identifiku si egjiptas, pse e demantoni drejtën e dikuj tjetër mu identifiku si egjiptas, për shembull në kohën në 90-ta, në kohën e Miloševićit? Na nuk e demantojmë për shkak të identitetit. E demantojmë për shkak të shkumjes ti në Rambuje pa pyet popullatën. Ashtu si që ka shku Faik Jashari në emrin shqiptarëve pa pyet askën. Do thot, aty është problemi që ne nuk e kemi demantu për shkak të identitetit, po për shkak të politikës të i gabuar. Mirë po, a i bjen kjo që në fakt Miloševići ka qenë si një promovues i parë i komunitetit egjiptas, sepse a i ka marrë në delegacion? Jo. Unë mund të thamë, ta lexosh Sami Frashin në Afrikën, a i thot se egjiptianët kanë jetu në Ballkan qysh nga viti 1800 diçka që e ka botu atë libër, do thot në Afrikën. Dhe për Afrikën dihet aty dhe përmend që kjo popullat është asimiluar, është shqiptarizuar. Ju thuni që jeni pasardhës direkt të civilizimit egjiptas? Po. Si është e mundur kjo? Civilizimi egjiptas është shu? Kjo dihet historikisht? Po, dihet historikisht, po njerëzit në Ballkan dhe në botë ka pas lufta, ka pas migrime të ndryshme. Dhe nuk është vetëm me komunitetin egjiptas, e kemi problemin edhe me komunitetin ebrej, i cili ekziston në për shumë shtete të botës dhe ka harruar dhe gjuhën e vet. Dhe sot nuk e flasin gjuhën e ebreje, po flasin gjuhën e atij shtetit ku jetojnë. Edhe ka raste të tilla, ta marrim Arbreshet. Në Itali, në Zarë dhe në shumë vende tjera. Edhe ata janë shqiptar, dihen që janë ilirë, dihen që janë pellazg dhe bartin një traditë shumë të lartë, por nuk quhen shqiptar, quhen arbresh. Do thotë e kanë letër njoftimin dhe pasaportën e tyre etnike nga vendi ku kanë ardhur. Edhe ne është që ke marrë në këtë trojë dhe kemi atë pasaport etnike, atë letër njoftim etnik të atij populli dhe atij civilizimi. Ti marrim fund para sa viteve, një vit ose dy, në Klinë po zbulohen monumente, piramide egjiptiane. Kush i sjelli ato përveç egjiptasit? Në Klinë, Zllakushan. Mirë, faleminderit. Zëni Gashi, kur për herë të parë fillojnë njerëzit mu identifiku si ashkali? Unë jeta fillimit dëshiroj të përshëndes ty për guximin që ke marrë për të ballafaqur për këto terme. Spari çështja e këtyre komuniteteve. Se është çaq kjo temë rrezikshme që më duhet me pas guximin? Po, është mjaft e rrezikshme sepse kemi dy kacafytje mes dy komuniteteve, që për mua është një. Shumë mirë ishte informuar kur kemi thënë që komuniteti ashkali dhe egjiptas. Për mua është një komunitet, ndërsa sa i përket komunitetit ashkali, flas për Kosovë, ne kemi de facto. Qysh po në një komunitet? Do të thonë ashkalint, egjiptasit dhe romt janë një komunitet. Jo, përkundazi, me romët nuk kemi duhem asgjë. Ndërsa me egjiptasit, të ashtu quajtur egjiptasit,
Ata për neve janë veçëm vëllezër, ata janë ashkanli. Ne kemi fakte ku thuhet qartë në historinë e këtij komuniteti, kur ashkalit e kanë periudhën nga Persia e vjetër, gjithsesi nga ashkanët. Dhe Po çka janë ashkanët? As janë një degë romëve? Ashkanët? Një lloj fisi romëve? Jo. Jo? Nuk është. Çka janë pra? Ashkanët që në ashkan është një kom i cili ka jetuar, vepruar dhe sunduar në Persinë e vjetër. Edhe gjatë shekujve në radhë, ata kanë ardhur në për Ballkan dhe Evropë, ku ata tani sot e tutje ne kemi edhe fakte që në Kosovë kanë ekzistuar në vitin 1895 në librat e Babushit. Kemi Arif Ashkalien, ku librat e Babushit deklarohen si ashkali. Edhe na kemi faktin e parë. Ku jetojnë ata ashkali kur identifikojnë që? Anë në banë Kosovës. Vetëm Kosovë? Jo, ka dhe në Shqipëri. Nëse kanë ardhur për Persisë vjetër, duhet me pas tjetër kur në Evropë. Ka dhe në Vojvodin, kemi në Serbi, në Vojvodin, kemi në Shqipëri. A e thirin ata vetën ashkali? Po. Vojvodin dhe në Serbi e thirin vetën ashkali? Ashkali e thirin, ata janë të deklaruar më herët, ndërsa ne, ashkalit, jemi deklaruar në Kosovë qysh në vitet e mëhershme. Mirë po, pas vitit 1999, ashkalit deklarohen publikisht që ata ndin vetën si ashkalit. Arsyet janë të qarta. Pse nuk deklarohen edhe para 99-s, apo jo? Kemi qartë dhe jo poshtë dhe cekët. Në vitin 1991, kemi pasur një organizim të disa njerëzve që i kanë mbështetur regjimin. Dhe ai grup është quajtur me emrin Egjiptas. Dhe ky grup i egjiptasve krijoi një tollovi të komunitetet të cilët nuk deshën të deklarohen me atë term, sepse ai ishte një tendencë e regjimit që krijonte në Kosovë pakica më shumë për të shkatruar shumicën në Kosovë. Po dikush do të thoshte atëherë edhe kjo deklarimi juaj se ashkali është tendencë për të krijuar pakica më shumë. Jo. Sepse ne në vitin 1990 kemi dalë qartë që ne jemi për një Kosovë të pavarur. Po pse ashkalin kush i ka nalë ashkalin me dalë përpara, 90-ën me thonë që janë ashkali? Ka pasur? Jo, atëherë kanë qenë në regjistrimet civile, Gjithë kanë qenë Egjiptas. Po, që unë do ta dokumentoj vetëm kryetarin e tij të partisë, zotin Sabit Ramani, që në Frizaj ka mbajtur ligjërata për Egjiptasit, pas Hoxhës. Domethënë në gazetën Zëri Egjiptian Në cilin vit? Në vitin 1995. Mirë. Do të thotë Sabit Ramani në vitin 1995 sa vite ka pas? 15 vjet. Jo. 15 vjet i ka pas? Shoqata e egjiptasve e cila është transformuar në Nuk ka vitin 1995 15 vjet, ai tash i ka 30 diçka vjet, vitin 1995. Atëre ka qenë 30 vjet, tash kemi 16 vjet. Po, mendjen e ndron dhe është shumë normale që këta ndrojnë shumë shpesh dhe nuk është ndonjë tragjedi. Do të kisha me korrigju se ashkali në Rafsh Dugaxhinit nuk din për termin ashkali. Unë din nga Rafshi Dugaxhinit. Po, e din nga Prezeremi. Dëshmia më e mirë që Zoti Bashkimi Bishësh nga Peja dhe është letra nga ambasada e Egjiptit. Egjiptas në Kosovë nuk ka. Kjo është dëshmi nga një ambasadë egjiptiane në Gjermani. Do të kisha me thënë edhe në Shqipëri, nuk ka Egjiptas. Vetë ja do me dokumentuar egjiptianët e Shqipërisë, një libër e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, do të thotë që në Shqipëri ka Egjiptas dhe popullat me origjinë Egjiptas dhe ashkali nuk ka. Dhe do të japi kolegës edhe një dokument tjetër, zotit Skenderizaj, që ashkali do të thotë Skenderizaj jasha ka shkruar nga Vjena për juve. Ja dokumentet e juaja, ja kokini të jezën në Rumbullakët, me cilën Skenderizaj juve ju quan shqiptar. Po, është e vërtet që jemi të asimiluar. A jemi shqiptar? Edhe Amerikanet ka një grup shumë etnik. A jemi shqiptar apo jemi egjiptian? Do të jepi përgjigjen. Kombi Amerikan përbohat për shumë etnive. Ka shqiptar Amerikan, ka Austrio-Evropian Amerikan, ka India-Amerikan, do të thotë, ndërsa kombi si kombi është kombi Amerikan. E ju si qka po deklaroni? Ne e kemi lidhë etnin me Egjiptin, ndërsa të regjistruar jemi shqiptar. Unë thash edhe ma ere se regjistrimi i fundit o regjistrimi i vitit 1981. 91 kemi bojkotuar regjistrimin. Na skjaroni këtë edhe njerë, jeni të regjistruar si shqiptar, prej 90-ave e keni një farë mënyre, një leje e keni thirrën i Egjiptas dhe në cenzusin e arshëm mendoni që do të regjistrojeni si Egjiptas. A është ashtu? Ne kemi bërë institucionet e Kosovës dhe kemi bërë një kërkesë për shkak të regjistrimit shqiptar, për shkak të gjuhës, traditës dhe zakonet të jemi shqiptar me origjinë egjiptase. Ata kemi deklaruar. Mirë po, duke parë tendencën e disa institucioneve, po dhe të faktorit evropian, që këtë komunitet
këtë komunitet. Ta shtinin një thes me ramet ose raj, që është komunitet që si pe ka promovan. të Kosovë, dhe më thënë, qka nëse duhet jeni jo shqiptar, po kosovar me origjinë egjiptase? Po, ajo është një gjë normale shumë, atëre është edhe një lehtësi shumë e madhe, sepse jam kosovar, e kam gjuhën shqipe dhe e lidhe etnin me Egjiptin. Është një letër njoftim shumë i lehtë dhe shumë i qartë për Kosovën dhe për Kosovën. A ka folë na i kush prej komunitetit juj na herë gjuhën egjiptase? Nuk ka folë, është e vërtet që unë pej se që di, sidomos po referohem në Dugaxhen, në pej, pas i vin ka peja, unë nuk din në njerë që komuniteti i ynë ka folë gjuhë tjetër përveç gjuhë shqipe. Urno, qka... Këta me siguri që i pas nesër do të deklaron edhe unik ose pavarësi. Sepse këta për çdo dekadë ndrojnë. Po, dhe edhe ju si parti jeni deklaru na para 10 vjetëve Sabit Ramani është deklaru kryetari i partisë Egjiptas, sot deklarohet Ashkali. Sabit Ramani asnjëherë nuk ka qenë kryetari i asnjë partive politike sepse atëherë ka patur 16 vjet, ju lutem. Mirë, po. Në qoftë se këta si individ është deklaruar, edhe ju si individ nesër do të mund ta ndroni. Jo, në fushë Kosovë ka qenë qendra, dhe tash fushë Kosovë thonë kanë asnjëherë Sabit Ramani nuk ka qenë në Egjiptas. Keni të bindur për to. Tendencë e një regjimi... A ka pas rrafshit Kosovës Egjiptas në fushë Kosovë që ka qenë baza dhe ka pas Siri në fushë Kosovë? Ka qenë zoti Qerima Bozi që ju keni bashkëpunime dhe sot me to. Jo, unë asë e njoh. Qerima Bozi ka tentuar në vitin 1993, ka krijuar shoqatën Jugosllavenske Gjipçani. Ajo është tani mes në hohër, e cila e përgatit politikën e egjiptasve Qerima Bozi për neve. Për Egjiptasit, për Ashkalit, ata nuk do të njëjnë kohë. Vije shumë keq. Vetëm të ndigjojmë diçka prej Zëni Bishi. Ju tregomni si antari shoqërisë civile, çka kanë të përbashkëta këto tri komunitete, faktikisht? Dallimet shihet që janë, mirë po çka kanë të përbashkëta? Mund të them për këtë emision është shumë e rëndësishme të cekët që elementet që bashkojnë këto tri komunitetet në ditë sotme janë diskriminimi, janë problemet e shumta me të cilat ballafaqohen këto komunitete dhe marginalizimi i skajshëm. Mirë, po a ka prej këtyre nuanca të cilat diskriminohen më shumë e cilët më pak? Cilët janë më diskriminuar, cilët më pak dhe pse? Shiqani, çështja nëse drejtohemi në atë aspekt, djetë fort mirë që Romet si Rom kanë gjuhën e vetë, kanë traditën, kulturën dhe origjinën. Në këtë Kosovë të pas luftës, Romet në disa vendbanime në Kosovë kanë vështirësi, për arsye se nuk e flasin rrjedhshëm gjuhën shqipe. Dhe mund të themi lirisht që njerëzit cilët jetojnë në enklava, duke pas parasysh faktin që nuk kanë pas mundësi me zgjidh shkolla, për arsye se nuk ka shkolla në gjuhën rome, vetëm në gjuhë dytë që flasin gjuhën rome. Ata njerëz domethënë kanë probleme. Nëse orientohemi te këto komunitete të tjera, me gjithë faktin që flasin gjuhën shqipe, e pranojnë kulturën dhe traditën shqiptare dhe identifikohen si komunitete më të afërta me komunitetin shqiptar, prapse janë diskriminuar, kanë probleme të shumta. Do me thonë dallimi, a është e vërtet që dallimi në mes këtyre dyve, po dy kampeve sistemi romt edhe Ashkalin dhe Egjiptas më i madhi qenë ka që jo të gjithë prej romëve flasin shqip, ndërsa Egjiptasit dhe Ashkalin kryesisht flasin shqip. Apo e thjeshtësoj shumë, apo këtu është esenca e dallimit? Shumë. Unë të flash kështu. Romët, Egjiptasit dhe Ashkalit janë një popull i njëjtë. Por duke kaluar në për tërë botën, duke jetuar me shekuj në për tërë botën, janë asimiluar atë shumë sa që një pjesë e tyre e ka harruar tërësisht gjuhën. Kështu në Kosovë, Ashkalit dhe Egjiptasit e kanë harruar gjuhën e tyre dhe e kanë marrë, e kanë përveçuar gjuhën shqipe. Ndërsa Romët e kanë gjuhën e vetë, e kanë traditët e veta, e kanë kulturën e vetë. Ka unifikuar Rome që përdoret në Kosovë dhe flasin? Parafërsisht e njëjtë. Në Kosovë e njëjtë, por në botë parafërsisht e njëjtë. Dhe kisha për të thënë edhe këtë, se Ashkalit dhe Egjiptasit i kanë marrëdhënie tradicionale me Romët. Vetëm me Romët, kurse si me të tjerët. Marrëdhëniet
tradicionale të jetës bashkohore, të jetës së përbashkët, të dokeve, zakoneve të përbashkëta, të gazmendeve të përbashkëta, të martesave të përbashkëta. Martesat bëhen vetëm ndërmjet Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve, kurse si ndërmjet të tjerëve. Unë profesor, Unë këtë mund të vërtetoj ju lutem, unë këtë mund të vërtetoj edhe me këtë fakt, se shumë marrëdhënie martesore, jo vetëm në një qytet, por edhe ndërmjet qyteteve të Kosovës ekzistojnë vetëm ndërmjet Ashkalive, Egjiptasve dhe Romëve, kurse si ndër me të tjerët. Mes këtyne dhe sërbëve, jo. Sigurisht, jo. do të ndërhyj vetëm. Përfundazi. Mund të jetë një në 1.000, ajo nuk plotëson. A është e vërtet kjo? S'është e vërtet. Ashkalit nuk kanë të bëjnë me Romt asgjë. Ndërsa me Egjiptasit, tash të quhet Egjiptasit se këta janë Ashkali, me këta po, me Romt asesi jo. Ne kemi shembull shumë, ne jemi... Zima, mund është me thanë që kërkush prej pararsëve tosit, familjes tonë në gjanë, kërkush, për shembull, për gjenerata më vjetra nuk deklarohet si Rom? Jo. Kërkush? Përkundrazi. Po ju vetëm 99-ën keni fillu mu deklaru si Ashkali. Me siguri gjeneratat e vjetra deklarohen si Rom. Jo. Ti... Asni stërgjysh gjyshe jote nuk din gjuhën Rome? Jo. Nuk e din gjuhën Rome as pak? Nuk e din as pak. Kërkush familje? Ju lutem të intervenoj edhe kështu. Ashkalit dhe Egjiptasit nuk e kanë asnjë dokument, asnjë argument që flet për kacin e tyre. Ashkalive dhe Egjiptase. Zotri, këtu shkron... Spaku 100 fjalë me i ditë. Zotri, unë kam historinë Ashkalit. Plesht me i ditë spaku 100 fjalë. 100 fjalë të të thomuna. Me pas disa objekte historike. Kemi edhe objekte historike. Një mini piramid me pas bar spaku. Spaku një mini piramid me pas. E tjerë. Zotri profesor, ne kemi edhe simbolin tonë kontar. Ata janë tjetërsue vetëm me qëllim që ti ikin Romëve, emrit Rom, Pse? Cilor tendencë? për arsye të emrit jo të përshtatshëm Rom, për arsye të përfitimit për të kaluar më lehtë në kohrat e vështira dhe për arsye që disa lider të kenë disa përparësi. Jo, në do të ndërhy dhe do të flas me fakte. Dhe kur faktet janë, atërë fjalët janë tepërta. Unë me zotin Bashkimi Bish që kem pas një trojez në organizatën amerikane ku ka qenë Nikolau Gergu, përfaqësues i Romëve të OSBE-s, dhe Marcel Kuatridi që është historian i njohur edhe romolog i shquar i tërë Evropës. Dhe zoti Marcel Kuatridi me 7 dhjetor 1999 në Kosovë thotë nuk duhet përzihen këto dy komunitete, sepse ky komunitet ka të bëjë me origjinë egjiptase dhe ky ka të bëjë me komunitetin rom që kanë me origjinë nga India. Këtë e ka deklaruar para liderëve shqiptar dhe atë ja kam thënë para muajit zotit Nikolau në trojezën për ku ka qenë edhe zoti Bashkimi Bishi dhe zoti Nikolau ka deklaruar se është e vërtetë. Po ka autoritete tjera që demantojnë ata autoritet që ai është Romi përfaqësuesi komunitetit rom dhe e njeh shumë mirë dhe ky problem nuk e vetëm në Kosovë, është edhe me gitanët në Spanjë që nuk pranojnë që janë komunitetit rom. Do thotë nuk është problemi vetëm në Kosovë. Ki problemin edhe në Greqi, të cilët janë të asimiluar tërësisht dhe quhen grek ose në shumë vende tjera. Ndërsa sa i përket martesave, komuniteti po flas për pejë, se këta dy janë prezente, komuniteti i Egjiptas nuk martohet me komunitetin rom. Unë jam me bashkimin shumë afër. Pse nuk martohen? Ju nuk di. Martesa gjithashtu? Martesa individuale. Që unë me bashkimin po drejtohem jo aty. Motra e juaj është e martuar për djalin e dajës nënës time. Po, edhe ai çon vetën shqiptar. Të Rom. Edhe ai vetën e çon shqiptar. Unë me bashkimin jemi kush? Jo, kurse që jo. Rom. Me bashkimin jemi fshi. Se ka lut nusja me çuj shqiptar? Jo. Unë me bashkimin jemi të tjera. Unë me bashkimin shumë familje të tjera. Nuk është e vërtetë. Një numër i konsiderueshëm. Unë me bashkimin. Çka kanë keqe me pranunës edhe martohen. Edhe unë ket po do me shtu po profesori po ndryn. Unë me bashkimin jemi në një qytet dhe në një lagje. Dhe ashtu si që janë traditat që shkohet lypet nusja, ne të komuniteti bashkimit që kush bashkimi nuk shkojmë. Të Romët nuk shkojmë me lyp.
Pse? Ose nuk shkojmë, ashtu ka met një tradit. Nuk është e vërtetë. E vërtetë. Vetni nuzë Fare shkoni nuk njëri. është e vërtetë. Shkojmë martesat bëhen brenda komunitetit egjiptas. Ndërsa personalisht kam lidhje martesore edhe me familje shqiptare. Do thotë nëse nuk po lidhen me raste individuale. Unë po folin në parimin e përgjithshëm. Mirë, po doni të thonë që raste individuale nuk ka të martesave të egjiptasve fare me romët? Jo, Po i demantoni? Ka individuale që është një numër shumë i vogël. Individuale ka me shqiptar. Edhe me shqiptar. Ma shumë kemi me shqiptar se sa me romet në pej. Nuk është e vërtetë. E vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ja, që zotnia nga peja. 5-6 Unë vetëm martesa eventualisht nuk vetëm bashkim ju lutem, nëse një familje egjiptase ose në rrafsh Dugaxhinit se quhen ma gjup shkojnë te Gabelt me lyp nuse nuk shkon. Është e vërtetë. Kjo qëndron. Që thojmë ne me qumë sitin nuk shkon dhe nuk jep. Ajo shumë normal. Nëse kjo ndodhë në Prizren, është krejt diçka tjetër. Nërsa në Përmpej, në Gjakov dhe në vendet tjera, unë për Prizren, unë nuk kam marrë listën e martesave të përbashkëta midis familjeve ka elemente, 5 dhe të Prizrenës. Nuk kam marrë listën. Ka elemente të rëmët që nuk e pranojnë që është rëmë profesorin. Nuk duhet Vetë nga rëmët. Po edhe ju para mësurit nuk e pranut për shembull egjiptasit që ishin në një organizatë tjetër dhe ju ndoshta nuk i pranoni disa egjiptas tjerë që deklarohen si egjiptas. I pranojmë. Të gjithë. Të gjithë. Kush don mu deklaru si egjiptas? Kush don mu deklaru si egjiptas është një qëndrim i lirë, mendim i lirë një rëpt. Okej. Po është fati keq që nuk ka egjiptian në Kosovë, mbi gjithat. Është që martesat që kanë ndodhur në mes këtyre njerëzve është e qartë, mund dashurohet një edhe të martohet. Përkundazi, në xhenet dalim ku kundër vullnetit individ. Jo, nuk është e përkundazi. vërtetë. Vetëm për arsye të një mentaliteti. Zotë profesor, ju porzit keni cekur që ne keni ikur nga termina për shkak të frikës. Mirë, po ju po vetëm që jemi një popull i njëjtë, edhe martesat janë përbashkëta. Asgjë të përbashkët me Romën s'kemi. Asgjë të përbashkët me Romën Jo, s'kemi. unë nuk them që s'kem asgjë të përbashkët. Janë problemet ekonomike, janë problemet sociale, janë problemet që gjithë kosovarët i kanë përbashkët. Ne kemi bëjmë me identitetin, nuk kemi bëjmë me jetën. Asni toke, zakone, kur fare s'keni kur gjë të përbashkët. Ndërsa sa i përket Egjiptasit që zotnia tha nga Ashkali nuk ekzistoi, ne që 2 mandate fitojmë vota më shumë si Ashkalit dhe Rom do përfasohen me 2 deputet. Po nga Beogradi keni votat ju. Jo, dhe në Kosovë janë mbajtë zgjedhje. Jo, ju keni nga Vetëm pak Beogradi. bashkim, çka dashni me thënë para se me shku te reportazhet të shohim. Shumë shkurt. Ne po shohim këtu po debatohet shumë mirë në ambient shnoshe gjitha këto sende të tjera, më duhet me cek disa elemente. Kriza identitetit. Sipas analizës time perspektivë, vetëm një moment. Tu kisha lutë që zotni. Unë nuk ju kam ndërprej, ju lutem. Dhe Marcel Kuatridi që romolog. Unë nuk ju kam ndërprej. Që ju sini Rom. Unë jam këtu me përfasu shoqërinë civile. Pse nëse ai deklaron është e vërtetë? Ju lutem. Ajo Se nëse një kuj deklaron diçka është e vërtetë. Jo, ajo Jeta. Unë do shoj të bëj pyetje këtu. Mos jeni pasazh të faraonëve? Vetëm pak, ka përfundon. Jeta. Mos jeni pasazh të faraonëve. Ju jeni të partë në Kosovë, zotni Ashkali dhe kështu që unë të uroj për këtë sukses, mirë po më vjen shumë keq që nuk jenë ndoshta në nivelit në një nivel tillë përgatitës. Ju lutem. Sabitin se ti të dhana shumë që kryetari ju i ka qenë kryetari. Se ju sepse unë e mbroj kombin tim ashtu siç duhet, nuk e mbroj si ju. Ju po të qenë këtë shqiptar, tash faraonëve, tash pelas, tash inteligjent. A mundemi veç pak ta ndigjojmë njeriu në fund. Urdhno. Përmenda krizën e identitetit. Kriza e identitetit sipas mendimit tim personal ka filluar qyse në vitet 80-ta. Dhe çështjet që kanë qenë të ngushtë lidhura me deklarimet gjatë regjistrimeve qyse në vitet 80-ta. Politika e asaj kohe ka imponu njerëzve të komuniteteve pakicë, qyse në atë kohë për mu deklaru me një komunitet, politikisht po flas, ose me një komunitet tjetër. Da është normale që për kjo është arsye të mbjetesës të vendosin njerëz të dallohen. Është e lejueshme dhe normale. Kjo është shumë e lejueshme dhe shumë logjike sipas llogarisime për arsye se përcaktimi i komuniteteve të vogla qyse në vitet 80-ta, e special në vitet 90-ta ka qenë jo vetëm një send parimor, por një çështje ekzistencës. Një çështje ekzistencës për arsye se nëse identifikohesh me një blok politikisht ose me një blok tjetër, problemet dhe represalet kanë qenë evidente. Dhe a mundesh me thënë që kjo strategji ekzistuese në fakt është e suksesshme? Sepse po shohim që në fakt egjiptasit i marrin 2 vota në parlament, e Rom të marrin 1, edhe pse janë më shumë shumicë, domethënë arrin një pozicion politik shumë atë privilegjuar se
tjerë për shembull. Po shumë normale dhe shumë logjike është edhe kjo. Në vitet 90-ta dhe në periudhën e pas luftës, gjitha këto komunitete kanë qenë sulmuar prej komunitetit shqiptar. Neve duhet pranojmë faktin që në Kosovë ka pas krizë dhe ka pas luftë. Kem pas njerëz që sot ditë janë zhvendosur dhe i përkasin të tri këtyre komuniteteve të sot. Do me thonë për mu bo ma të pranueshëm të shqiptar, thjesht vendosi mos mu qujt Rom. Nuk mund të komentoj asgjë në atë aspekt. Neve jemi të proces politikave të përditshme dhe jemi para një elementi që është shumë kurioz dhe krijon një problem shoqërisë civile. Besoni që fëmiu im, vetëm një sekundë, ju lutem. Besoni që fëmiu im, megjithëse unë flas gjuhën rome në shtëpi time, nuk mund të izoloj fëmijën tim kur del në shkollë të shkon. Neve romet nuk kemi shkollë në gjuhën rome. Mirë po, tentojmë të kultivojmë gjuhën romen mbrana gjirit familjar. A ka dikun që shkruhet gjuha rome në ndonjë vend zyrtar apo përdoret në Kosovë përveç Dihet fort mirë që në vitin 84 në atë kohë tendencat e parë profesori din fort mirë dhe ka qenë inkuadruar në atë kohë. Ju lutem përmirësoni nëse gaboj. Në vitin 84 është lansu projekti dhe kurikulumi plani programit në arsimimit të fëmijëve në gjuhën rome. Sot a ka dikun ndonjë shkollë në gjuhën rome? Nuk ka. Fatkeqësisht nuk ka. Megjithëse korniza kushtetuese parashet që gjithse cili komunitet që jeton dhe flet gjuhën e vet ka të drejtë të gëzoj arsimim në gjuhën e vet. Para se ta vazhdojmë debatin, ju lutem të gjithë dhe ta shikojmë një reportazh nga tereni ku prezantohet kjo krizë, nëse më lejoni ta shoh çka mendojnë njerëz nga tereni përveç këtu çka mendojnë në studio. O lëllet? Ka pak pala, po lëllëmi. A bën mi vetë cilët etnicitet i përket? Po, para vetë, ka problem. A e Egjiptian, Ashkalia, Rom? Egjiptian, vlo. Roma jemi. Na jemi ma gjop në thonë vish për Egjiptian, jemi ardhë për atjerit. Unë i përkas komunitetit Ashkali. Kom 52 vjetë. Unë kur kom një për Ashkali edhe për Egjiptanave, ka që t'i po. Ka Egjiptian, ka Rom, ka Ashkali, na jemi veçantë jemi Egjiptian. Se përket etnicitetit unë jam Ashkanli dhe Ashkanlit kanë priordhen nga Persia e vjetër, Irani i thashëm që është. Ne Dugaxhin na quajnë Maxhop, faktikisht ne jemi me priordhe prej Egjiptit. Valla, s'kam be thë bevdhave, dash Egjiptian, dash Ashkali, dash Rom, ata janë njëjtë për mu. Faktet vërteta ka se gjithmonë na na quajtë dhe na kanë quajtë këtu Ashkali. Unë mendoj se komuniteti Rom, Ashkali e Egjiptian është një komunitet. Sa i përket Romëve na nuk jenë përbashkë me Rom. Kjo është e vërteta. Romët e kanë gjuhën tjetër, folin gjuhën maxhopisht, i kanë tradita tjera. Për të ekzistuar një komunitet, një komp apo një grup etnik, duhet të përbëhet prej disa segmenteve, në radhë të parë prej gjuhës, prej dokeve, zakoneve, kështu me radhë tjera. E flasim gjuhën shqipe, kem mentalitet shqiptar, kem rregullim shtëpiak shqiptar, asgjë nuk dallojmë për shqiptarëve. Dallime kanë bë me përhap popullsinë partin me bë. Jo Ashkali, jo Egjiptian, jo ato, ajo një brum është. Ali Hoxha, Hoxha Ali. Në shpesher ku më sedu me Haxhi Mergjen, Haxhi Zulfi Mergjen, ku ai i ka do shprehije ka bo këto që jena të një brumit. Një brum jemi. Na jemi një brum. Për një brumit gjë shka bot. Si kur na i blum, kur po bon pitën e bukën, ata kret kur marron mas mëra me njohën. Kati mari fetisheri atitari kati meni. Kati mari fetisheri atitari kati meni. Kati mari fetisheri atitari kati meni. Mu vje kesh se as pak s'jam kundra komunitetit Rom, por nuk jena Rom, as sa s'kem përbashkë me Rom. Por traditat e kena njëjtë, martesat birami në mazveti, për shembull tezja me Oshtash Gjakob, po ajo është egjiptian. Me të thënë drejten, komuniteti Ashkali as martesat nuk i bën me komunitetin Rom. Me një familje, për shembull baba është egjiptian, nona është Rome, djali po bëhet Ashkali. Popullata jonë egjiptase konsiderojnë që Ashkalit është populli i yni. Dallim ndërmjet Ashkalive dhe Egjiptianëve nuk ka.
të gjithë jemi një, edhe do të jemi një. Gjithë jemi një, po në kohën më të vështirën se që dim gjithë, atëherë është formuar një shoqatë egjiptase në kohën kur u kohë sëndimi Slobodan Miloševićit, dhe ata kanë përkra, ata që kanë ditë që ka dhe më thonën, apo thuj shoqatë, apo parti politike, me siguri për interesat veta personale, ku komunitetit nuk I ka konvenue. Qërima bazi, para lufte, pastaj kryetari I sotëm I Ashkalive Sabit Rahmani, kanë qenë kryetar vërtet udhëhes të kësaj popullate para lufte, bile qërima bazi ka shku edhe në Rambuje, ku e ka përfasu është gjithë opinioni gjanë, gjithë opinioni botor, e din që qërima bazi ka përfasu popullin egjiptian. Dimin kjo është diçka që ka rjell mas luftës. Mas lufte vazhdon edhe është lindë edhe komuniteti Ashkali. Mas lufte në Kosovë, me 19-12 ne këna formue partin tonë të Ashkalive. Zotni, urno të regoj dëshmit e tua, që je ti ky, apo që jam unë ky. Profesor, a mund ju pyes, a mendoni ju si Rom që komunitetet Ashkali dhe Egjiptas kanë pas lufte privilegjit ose diçka më pak diskriminim se komuniteti Rom? Ate e kanë pas ndërmend, ata edhe për atë arsye edhe janë diferencu nga Romët. A kanë arrit? Zbesoj, nuk besoj, fare nuk besoj. Na jemi, unë po përsëris edhe njëherë, na jemi një popull I njëjtë. Asimilimi vetëm na ka bërë të ndryshojmë. Disa e kanë harruar tërësisht gjuhën, ka edhe prej Romëve që nuk e din gjuhën Rome. Edhe prej Romëve që nuk e din gjuhën Rome, por e ndjejnë vetën si Romë. Mirë po, a ka drejt çdo identitet I ri krijohet dhe a kanë të drejt të formojnë një identitet tërësisht të ri nëse ashtu dojnë? Vetëm se duhet me pas disa fakte, disa argumente, nuk bën bashkëret lirisht. Çka I nevojitet një identiteti të ri, për shembull, çka I nevojitet të formohet? I nevojitet gjuha. Romët e kanë gjuhën e vet, të cilin e flasin dhe e shkruajnë. A munden e përshkali se Ashkalit kanë vendosur shqipja atje? E kanë gjuhën shqipe, e kanë marrë gjuhën shqipe, e kanë përveçuar në Kosovë gjuhën shqipe dhe në Shqipëri, gjuhën shqipe. E kanë harruar tërësisht gjuhën Rome. Tërësisht e kanë harruar gjuhën. Sikurse që thash edhe disa Romë që e kanë harruar gjuhën Rome. Mirë, po përveç kësaj e kanë harruar gjuhën Rome, kanë vendosur të mos quhen më Rom. A është kjo, pse kjo s'mjafton të heqin dorë nga identiteti I tyre Rom? Nuk mjafton. Pse nuk mjafton? Duhet me pas disa karakteristika, disa veçori, një popullsi. Gjuhën e vet. Duhet me pas gjuhën e vet. Ashkalit dhe Egjiptasit spaku nga 100 fjalë me I pas të Ashkalive dhe të Egjiptasve, të koptve. Këta aludojnë në kopt, në popullin e vet e vjetër e Egjiptas. Spaku 100 fjalë të vjetrit me I ditë. Pastaj, duhet me I pas doket dhe zakonet. Duhet me pas veshjen. Cilat janë doket dhe zakonet, kështu, a mundi me na numru vetë disa që identifikojnë Romët, që ju mendoni që I bojnë edhe Ashkalit e Egjiptas? Cilat janë që ato doket që I përdorin? Për cilat të fjallë? Sigurisht, Shërgjergji, pastaj... Madje disa shqiptare festojnë Shërgjergji. Kjo nuk I bën vetën... Ajo është festë e përgjithshme, por më tepër... Cilat janë ato tjera? Më tepër flitet për Romët. Të tjerat janë harruar, pasi edhe Romët janë asimiluar shumë janë asimiluar. Mirë, do me thonë nuk ka doke. Karakteristika tjera... Nuk ka ndonjë doke që këtaj... Karakteristika tjera janë veshja, pastaj muzika shumë e njohur Rome, në botë e njohur, e mbledhur, e përpunuar dhe e komponuar nga shumë kompozitor botror. Mirë, ju mendoni muzika Rome përdoret edhe nga Ashkalinët edhe nga Egjiptasit, e njëjta? Ata në gjuhën Shqipe. Pasi e flasin gjuhën Shqipe, ndërsa Romët në gjuhën Rome. Unë po flas për muzikën Rome tani në këtë rast.
në këtë moment, për muzikën rome. Kush e shkruan gjuhën rome në Kosovë? Për shembull, kush vazhdon tash sot në Kosovën e sotme? Ku kultivohet edhe mbahet gjuha rome? Ku shkruhet? Në tërë Kosovën, gjuha rome flitet dhe shkruhet në tërë Kosovën. Ku në tërë Kosovën nëse s'ka as shkollë fillore? Ne në Prizren, ju lutem, ne në Prizren japim magazinën Jekhipe, që do të thotë bashkimi, nga e cila kanë dalë 14 numra. Para kësaj e kemi pas revistën Romanoala, që do të thotë Fjala Rome, nga e cila po ashtu kanë dalë 14 numra. A i leni Ashkalin të Egjiptas me shkrujt në gazeta jo? Ju lutem, jo, në gjuhën rome duhet me qenë. Pastaj, unë e kam përkthyer Rabindranath Tagoren, këngët e tia, të cilat janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Pastaj, e kam përkthyer Mahabharatën në gjuhën rome, epin më të madh në botë, me 200.000 vargje, por e përkthyer në versionin e shkurtuar. Dhe tani në botim është epi shumë i njohur Iliada. Do të thotë se kemi shkrime ne, edhe shkrimin ton, edhe shkrime në gjuhën rome. Mirë po, a është në zhdukje? E sipër? Duke u asimilu gjuha rome, a është në zhdukje? A është se cilin ditë më pak duke u përdor? Apo mendoni që është në rritje? Eventualisht më herët ka qenë në zhdukje, por besoj se tani nuk është në zhdukje fare. Është në zhvillim e sipër. Në përparim. Juve si rom, a ndiheni, a ka përparun diçka trajtimin nda juj si para 10 vjetëve edhe sot, kur e boni krahasimin? A shini ndonjë ndryshim prej popullatës shumic, a jeni njëjtë të diskriminuar ende apo jo? Mund të them se njëjtë, formalisht mund të mos jemi të diskriminuar, por faktikisht në popull ka diskriminim. Njëjtë. Ka diskriminim. Ne diskriminojmë, quhemi. Për shembull? Rom, Maxhup, mos rri këtu, kjo është toka e Kosovës, shko në Serbi, shko në Macedoni, e tjerë. Janë këto fjalë nga populli. Se ju lidhen me Serbi? Shtëpiat janë të juajt, por toka është e Kosovës. Janë këto fakte evidente. Pse ju lidhen me Serbi, për shembull, një pjesë e shumicës? Nuk e di, nuk mund ta t'japi përgjigje në këtë pyetje, pse me Serbin, nga se shumë Kosovar, shumë Rom nga Kosova kanë shku në Serbi, në Macedoni, në Malzi, kanë dalë në Evropë e tjerë. Bashkim, a mund të pyes ty, a është frika një elementi kryesor momental që e definon identitetin e ndryshëm apo jo momentalisht? Shumë shkurt. Si rezultati konfliktit, si mas analizat time personale, në këtë rast për flasë në amen tim personal, kem pas një dukuni cili mund të identifikohet si element defensiv. Një element për këtyre komuniteteve për arsye se bindja që ka ekzistu në popullatët dhe sot dhe kësaj dite fatkeqësisht ekziston, se këto komunitete kanë qenë bashkëpunëtor të regjimit të asaj kohë. Ne kemi ndëgjuar dhe më herët kush ku ka qenë e tjerë e tjerë. Dhe komunitetet e pas luftës në aspekt politik avancojnë disa komunitete në krahasim me komunitetet e tjera dhe gjithmonë shkojnë të hedh fajin njëri tjetrit. Politika në këtë rast është element i cili është duke pretendu me tendenca që të krijojë një identifikim etnik. Realiteti fatkeqësisht është se është, si që thash edhe më herët, diskriminimi ekziston dhe vazhdon të ekzistoj. A i shojnë shqiptarët për shembull nëse termi diskriminues Maxhup përdoret ende, a i shojnë shqiptarët më pak Maxhup njërin e më pak Maxhup tjetrin, a ekziston ende një shikim i njëjtë? Shqyqeni, çështja është se neve edhe me gjithë se dëshirojmë të integrohemi në shoqërinë e gjerë kosovare, nuk mund të eliminojmë elementet radikale që ekzistojnë në komunitetin shqiptar. Unë rrafsht Prishtinës quhem Maxhup, në rrafshin e Dugaxhinit quhem Gabel.
Gjitha këto termet cilat po përdoren sot e kësaj dite, apo jevë që janë qujtë ma heret e tjere, gjitha këto terme janë terme diskriminuese dhe terme sikur se në kone Slobodan Miloševićit, kur janë qujtë shqiptarë, shiftari. Më thonë, E fëmijët e juaj sot në shkolla identifikohen njëjtë apo ka ndonjë ndryshim në mentalitet? A kanë fjalë të njëjta? Po ne përmana dhe më herët nuk më është lënë të përfundoj mendimin. Fëmiu im në periudhën e mas luftës, në klasën e parë futet në shkollë, fillon regjistrimin e nxënësve, mësuesja i pyet fëmin kush është çka dhe për çdo vit vazhdon ajo, domethënë. Për çdo vit fëmiu im duhet qohet në këmbë në atë kohë kur të pyesin kush se çka është. Është interesant edhe një çështje që të ceket se fëmijët e sodit kanë problem të identifikimit, kanë krizë të identitetit vetë. Jënë elementet në bazë të cilave besoj dhe shpresoj që do të ecet përpara, komuniteti egjiptas, komuniteti ashkalin këtë rast, i mbetet që të promovoj identitetin e vetë dhe të ndërtoj identitetin e vetë, sikurse që është përmend më herët se dallimet edhe evolucionet në shoqëni krijojnë identitete të reja, ndërsa neve si shoqëni civile më duhet të theksoj që na mbetet që ballafaqohemi me konsekvencet e këtyre problemeve politike. Mirë, nëse ti don me majt traditën rome, çka janë ato doket edhe zakonet e kulturës rome, që për shembull ja mëson fëmijët nëse don mos me hup identitetin apo mos me kalu në për atë krizë. Qyshe lufton këtë krizë të identitetit për shembull në familjen tonë? Familjen time vlen të theksohet se unë jam martu me rome, mirë po shoqja ime fatkeqësisht ka qenë rome e asimiluar. Në këtë rast vjen për një fisit kovaç. Çka i bjen rome asimiluar? Rome asimiluar për arsye se gjuha është elementi kyç. Mirë po, gjuha që sot përdoret në shtëpinë time është para dite në gjuhën rome, kësi shqip, pas dite flitet në gjuhën rome. Domethënë kur të vi pi punës, punoj me fëmijë dhe tentoj që mos të humbim atë element identifiku sikurse që... A ka mënyrë jetesës rome që dallon apo diçka tjetër? Besoj që jo. Neve për ka religioni jemi muslimon, varrimet i kemi në varrezat njëta në rast pes i kemi, darsmat i kemi të njëjta, misit një na i kanë lënë rrugovcit, është element i traditës në për gjitha këto komunitete, domethënë. A keni doke zakone që ty të bën rom, që dallon prej shqiptarëve, që dallon... Pa nëse thirrem unë në ato elementet dokeve dhe zakoneve rome, duhet shkojmë Rumani. Neve kemi... A sot në Kosovë nuk ka ndonjë element dokeve zakoneve rome që përdoren? Çështja virgjinitetit deri diku po. Për cilin po evitohet që të bisedohet këtu. Po na shpjegon pak çka është fjala aty? Nëse merr një nuse, elementi i virgjinitetit në natën kur bëhet bashkimi martesor, është një element kyç. Përmirësoni lutem profesor nëse gaboj diku. Po është vetëm traditën rome apo mund të duket edhe në gjitha këto komunitete. Në gjitha këto komunitete. Mirë po është element më konservativ në komunitet. Është merr kohë tronëve dhe këtu ne jemi edhe ashkelit edhe më sa duket, ne duhet sepse ne duhet me dy njerëz që i përkasin njëjtës përkatësi dhe kështu emisioni shkoi edhe në na bëna mbram, po na nuk jemi. Edhe na duhet apo e nini vetëm të rrezikum për këtë arsye apo çka është puna? Se ku jeni drejt? Me siguri se po, të rrezikum këtu. Tani në këtë momentin si keni filluar ju, keni filluar të japni minutazh më të madh këtim. Jo, ne do të kyçim debat, nuk është ashtu, ne mundëm çdo moment me argumentu jo në mënyrë shkencore, po edhe në mënyrë si popullat, si qytetarë dhe si kujshi. Në rrafsh Dugaxhinit, po lidhje me Dugaxhin, që tha edhe Zoti Bashkim, romet identifikohen me fjalën Gabel. Ne egjiptasit identifikohen me fjalën Maxhub. Dhe tani ekzistojnë kujshi, Gabel dhe Maxhub dhe shqiptar. Ne nuk e dim gjuhën rome. Këto terma a janë tash diskriminuese për juve apo jo? Janë terma diskriminuese dhe përbullse. Edhe ne quhemi Maxhub. Profesor, unë nuk ndërhyjna për shkak të respektit, se ju në prezereni keni shumë punë të përzime, dhe gjuhë të përzime dhe asë njëse dini. Doket e zakonet e egjiptasve? Egjiptasit shumë pak dallojnë zakonet prej shqiptarëve. Çdo gjë është e asimiluar. Nuk po them që e marr shqiptarët si shqiptarët, po çdo gjë çka kanë shqiptarët kanë edhe egjiptasit.
pasit. Dhe mu këtu të thëmë, pse s'bëhet pyetja ku është dallimi tani mes... A mendoni e keni besën, e keni hakmarrjen, e keni krejt këtu? Çdo gjë. Edhe në Romet ekziston. Unë prej se që di në familjet në Dugaxhin, asnjë familje ma gjupe nuk din gjuhë rome. As të parës, as tani. Ka qenë edhe që e përmendi bashkimi vitit 80 sa, komuniteti i të ka qu fëmin në shkollë nësa komuniteti jo në gjuhën rome. Në mësim plotësues. Do të thotë ka dallime shumë të mëdha në pikpamjen e identitetit. Si komunitet kem bashkëpunim edhe me komunitetin rom. Unë pi kafe edhe me bashkimin, kam shumë kolegë të mi studimeve shqiptar, pi kafe edhe me te. Veç me Ashkali jo, a? Edhe me Ashkali pi. O shumë normale. Fundit i përmene? Jo, edhe me Ashkali, po është problemi që në Dugaxhin nuk kam shumë Ashkali dhe kështu që nuk kam kontakte me ta. Kur vi këtu në Prishtinë gjoj rrallë dhe aty është problemi që s'ta. Kur në, që një Ashkali? Kundërzi Egjipian s'ka, po prap ka Ashkali. Jeta unë dëshiroj sa i përket për të ardhmen dhe këtij komunitetit ku e ceki bashkimi dhe për shkak të rrezikimit të tyre komuniteteve, ata janë larguar nga Roma dhe janë deklaruar Ashkali apo Egjipian. Kush? Përkundërzi. Profesori tha kështu? Të gjithë Romët, jo të gjithë Romët. Jo, ka disa Rom, o shumë e vërtet, unë e thonë në Bej ka të komunitetit Rom, që unë i një, personalisht, që në qytet bie fjala identifiko kur të thotë cit komuniteti takon, thotë takojt komunitetit Egjiptas. Për arsye se kem pas disa përparime në politik, kem mund ta promovoj vetë. Është problem që kem një numër shumë të madh të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në rreth Dugaxhin që kanë qenë në komandën e zotit Haradinaj, kemi edhe dëshmor lufte, dhe është i vetmi komunitet që ka kontribuar më shumë se të gjitha minoritetet tjera bashkërisht me shqiptarët që të vim sot këtu. Ata mund të argumentojmë çdo moment dhe mund të them që Akademia e Shkencave të Kosovës edhe Shqipërisë duhet të bëjë çmos. Që këto dallime, këto terme përbuze të eliminohen një herë dhe për gjithmonë në Kosovë. Akademitë mendoni që mujnë me i hek fjalët më gjupe dhe... Është akademia se duhet, është në mënyrë që në mënyrë institucionale, në mënyrë shkencore, të verifikohet identiteti i këtij komuniteti. Unë jam edhe kundër aja që quhet njeriu sipas dëshirës. Unë nuk mendoj që institucionet e Kosovës kanë përdorur termin Maxhop. Unë nuk e besoj këtë. Institucionet e Kosovës na kanë identifikuar me termin cilin për mua është i papranueshëm. Institucionet, po jashtë në shoqëni, ju duhet të pranoni që ka diskriminim. Fal punës të madhe të zotit Rahmani dhe Partisë Demokratike të Ashkalimit të Kosovës, Ashkalit sot ndihen më mirë se para 10 vite. Shumë fëmijë. Po s'ka pas Ashkali para 10 viteve. S'ka pas kush mu deklaru si Ashkali. Ti përdin që s'ka pas para 10 viteve Ashkali? Po kallëzëmni ju mu. A ka pas ajo? Ju thatë që ka fillu mu identifiku prej 99-ës. Jo, unë kam thënë kanë fillu mu ndi lirëshën pas 99-ës. E dhe atëherë? Do të në atëherë kemi qenë në heshtje, duke u bazuar në proceset që kalojnë të Kosovës. A i keni thonë njëri tjetrit që jeni Ashkali bide? Normalisht se po. Po. Ju lutem, shfaqja e Ashkalive dhe Egjiptasve është e kohëve të fundit. Shumë e kohëve të fundit. Pak para luftës e veçmas pas luftës. Jo, profesor, unë thash dhe viti 1956 ka qenë shumë aktual. Edhe përmenda shumë personalitetin i cili është burgos dhe largu nga Kosova. Për ta vërtetuar këtë, unë them, është vërtetuar se kemi argumente. Dajtemi disa familje Osmani janë Rom. Ata mund të quajnë të shveten Ashkali, por janë Rom, janë dajtemi, janë dege Prizrenit janë. Pastaj, fakti tjetër, nga të tjerët, nga shqiptarët. Lidhen i bashkë familjet, a i bëni këto debate, kush qka është? Sigurisht, i bëjmë, edhe kemi mos marveshje, A maron mira kesh ky debate? Po, prapërsisht mirë, prapërsisht mirë se jemi një. Një familje. Një brumë. Kohëve të fundit ka deklarata që dhe shqiptarët emrohen Rom për shkak ndonjë përfitimi. E këtu ka shumë njerëz që për përfitime deklarohen Rom, të hynë në ndonjë shoqatë dhe pse s'janë Rom, sidomos kjo që është e raj. Shumë institucione, shumë shoqata, Sorosi, shoqëria civile hapur, nuk pranon një shoqatë që është e pastër egjiptase. Nëse nuk ka këto 3 komunitete, nuk ka jep donacione. Do thotë shumë njerëz për shkaqe materiale janë deklaruar me Rom. Ne kem kohën e fundit që Zoti Bashkim ka punu në kthimin e komuniteteve nga perëndimi dhe kemi shqiptarë që deklarohen Rom për shkak të fitimit të azilit në Gjermani. Tash deklarimi ju diçka tjetër, raste individuale. Jo raste individuale, po ka të raste tërheqin. Mirë, po do me di sa do thoshin që edhe deklarimi juaj është i tillë. Jo. Ka tjetër. Unë po them kështu në mënyrë individuale. Është diçka tjetër
të lajmëroj njërë. Mirë po, ne duhet të regojmë se si jetojmë Kosovë, si kemi jetu me cilat emna dhe si deklarohem në mënyrë shumë normale. Jo për përfitime, ose në komunën e Prizrenit unë e di që ka... E cila është mënyra shkencore me vërtetu këte që pëthuni? Cila është mënyra shkencore? Mënyra shkencore mund ta marrim kur shqiptarët e marrin Esrem Çabejn si babat gjuhës shqipe, pse mos ta marr edhe une Esrem Çabejn, i cili në librin për studime gjuhësore e cek shumë mirë për ardhën e fjalës ma gjup nga cila fjalë ka ardhën origjinë që nga... Po Esrem Çabejn nuk thot që ju jeni... angleze gjipsi. Ju jeni trashëgimtar që aty në Egjiptase. Shumë e thot Esrem Çabejn. E thot për ardhën edhe merr në fjalorin e gjuhës e sot me shqipe dhe thuhet se për evgjit në Shqipni kanë me origjinë egjiptase. Ose Encyklopedin e Akademisë Shkencave Shqiptare. Ose Margaret Haslock shumë qartë e cek që fjala ma gjup rrjedh nga fjala gyp që një element i gjuhës egjiptiane. Kjo shumë dhëna, sidomos unë do ta ceki kur të gjithë të dy kolegët edhe bashkimi edhe profesori enjojnë shumë mirë zotin Marcel Kuatride ku në trojezën shkencore Marcel Kurtiade. Shumë mirë, i 7 gjuhë dhe ka deklaruar që ky komunitet nuk ka rënë. Shumë qartë. Përfundimisht duhet t'ju pyes vetëm, roli i bashkësisë ndërkombëtare është si një lloj gjykuesi në Kosovë, nëse ata i kanë pranuar këto 3 komunitete. A ka këtu tash dilema apo thjesht ata kanë qenë gjykues, i kanë pranuar, tash janë zyrtarizuar dhe debati është i panevojshëm. Çfarë mendoni ju? Shumë mirë kanë pa ndërkombëtarët çështjen tonë. Çështjen e ndarjes artificiale ndërmjet nesh. Por me gjithë ata vërtet e kanë pa se na i kemi shumë elementet përbashkëta përveç gjuhës. Prandaj na shtin në grupin RAE. Veç kësaj, nga të tjerët, nga shqiptarët, nga turqit, nga serbet, nga bosnjakët, ne të gjithë, edhe ashkalit, edhe egjiptasit, edhe romët, quhem rom. Quhemi ma gjup. Për këtë debatu, mirë, po vetëm po du me ju pyet përfundimisht si përfitim politik, a është më i madh për këtë komunitet RAE të përfaqësoj kështu që është, a merr vende ma shumë parlamentin e sotëm të Kosovës, se sa mu pas përfaqësu vetëm me një parti? Sigurisht, vetëm me një parti, prandaj unë mendimin e fundit po e ndaj që ashtu si kemi qenë të bashkuar, deri frik, para disa vjetësh, për sëri të jemi të bashkuar, se do të jemi më të fortë. Bashkim, a mendon që më shumë vota do të merrte ky komunitet bashkë me qenë me një koalicion, RAE me qenë me një vend, apo më shumë vend në parlament prapë merr si parti të veçanta? Po, shiqoni, korniza kushtetuese parashef vendet apo ulëset e garantuar që për momentin janë 3 ulëse garantuar. Çdo vot, sa më shumë vota, aq më tepër ulëse. Po që se do të krijojë një koalicion partijak. Momentalisht, ky RAE ka 4 ulëse, apo? 3 ulëse plus 1 me votë. Po, tërsisht 4. Sa mendoni që do t'i merrte nëse do t'ishte i bashkum, ama pak a ma shumë? Nëse partit apo agendat politike do të bashkoheshin sipas llogarisime, edhe nëse mirën konsiderim përfaqësimi i një interesave këtyre të komuniteteve, shumë më shumë vota do të keni. Jo, ne si komunitet dhe si subjekt, me siguri do të kisha me nëse hime këto 2 subjekte. Pse? Sepse për arsye se dëshiron populata të identifikohet me termineve, me identitetin e vetë. Identiteti është një çështje kurse politika është çështje tjetër. Po, është shumë normale për shkaqe të shumë të arsye, për arsye se unë kam thënë edhe në Tryez kur ishim për derisa komuniteti rom nuk e pranon komunitetin egjiptas. Si komunitet të veçantë do të ketë probleme. A ju do të kishit përparësi ndoshta, a do të merrni më shumë vende se një vend që i keni qitash nëse bashkoheni në një koalicion më të gjatë të RAE? Spari koalicion partijak. Duhet shtrohet çështja spari që unë shoh vetin në subjekt politik në qoftë se ai subjekt politik mbron interesat e mia kombëtare. Në qoftë se krijohet një subjekt politik i cili kishte mi përfaqësu këto 3 komuniteteve. Të 3 komuniteteve është diçka tjetër. Ndërsa a jeni ju për çat ide? Jo, a jeni ju për idenë me i bashku për me i prezantu në mënyrë më të fuqishme, një zonë më i madhe, më i fuqishëm, se që jeni momentalisht? Nuk ishna dashur të identifikohem përmes një subjekti politik me çështjen teme kombëtare.
nuk dëshiroj të identifikoj me një subjekt politik. Faleminderit. Për kaq kishim kohë, po vjen keq. Por ju lutem, veç të shtoj, në popull, nga të tjerët ne jemi të identifikuar, të njëjtë. Nuk e besoj. Po shihet se ka nevojë për debat mirëfillt në mes këtyre tri komuniteteve apo një, si çysh do që doni ti definoni. Kaq kishim për sonte, ndërsa nëse keni ndonjë pyetje, sugjerim dhe komentim, ju lutem i dërgoni në info@jetanekosov.com. Kaq për sonte dhe natën e mirë. Ma mirë në Kosova në Amerikë. Oh, Medita, unë jam Casey Cooper Johnson, dhëndri Kosovës. Edhe për ndryshe, unë jam Ashkali. Unë jektoj në këtë shtëpi, edhe ty kam familje jeme. Kjo është gryja jeme. Edhe aja është Ashkali. Ashkali? Shka ishe ti, vlavi jeme? Qfar buri kam? Unë jam Rome. Edhe ky? Ky është djalim. Qka e ka thu, brejbë? Edhe ky është Ashkali. Qka e ka thu, brejbë? Unë jam Egyptian. Edhe atje, kjo vajza jeme, Ashkali. Babi, unë thash 1000 herë, unë jam shqiptare, me pak Ukrainit. A qështu është, ha? Se cili për veti? Pa kur farë unë e teti me komunitetin e vetë. Atëherë, let hani dajak! O, kuku, sa i shkon mirë me pas disa izbasivaqa tash. Qysh po thuni, të rëmbrojtë se. Lagjës Lombardh, për tjertë njohen edhe si malla Bosnjakëve. Ato është 1/4 e pjesës Zveriut, është banuare me shqiptar, pak bosnjakë, disa turq. Kur po thotë zotria që kemi frikë, këta nuk po kanë frikë, për shembull lagjën tonë ku janë banuare krejtësisht me shqiptar, me qarkullu, me bo biznes. Për shembull afër shtëpisë time në për rrugë për çdo ditë kalojnë 500 deri 1000 serb. Kom, mande kalojnë 10-20 autobusa për shembull, disa komba, shumë kombi, me makina. Kur ne nuk ju kemi dalë në rrugë, kur si kemi gjuhë me gur, kur nuk ja u kena lyp dokumentit e identifikimit, kur nuk gjithi kena leju me i edhe në shqitore tona. Vetëm këto do ishta me cekë që ajo friga që po dhe zotri Jovic, do me thonë, po, ajo frig, pse nuk egziston edhe në lagjën tonë e sërbëve, e jo na për shembull na nuk kemi drejt me shku ma lartë se ku është lagja jonë për shembull. Faleminderit.
što interesuje mnogo Albanaca s Mitrovice, zašto ne mogu dalje od bošnjačke Mahale? Ja mislim da je pitanje bilo drugačije po prevodu. Pitanje je bilo zašto se mi osjećamo slobodnim na severu Kosova, ili tako, i zašto nije bilo incident u Boškoj Mahali. Ja bih hteo, ako možda samo se čujemo, ja bih hteo da pohvalim sve političke lidere, ako mogu da kažem, ili prve ljude Boške Mahali. Znači, gospodine, neće mi zameriti ime, imali smo 2 sastanka zajedno u Peci, gospodina Pecija i gospodina zaista Adem Ripe, žao mi je što nije danas, to su osobe koji su sve učinili da nikakve tenzije ne bude, čak i kada su možda Albanci bili ugroženi u nekim situacijama, oni su bili ti koji su rekli ajde spustimo tenziju i to je ono što nama treba, to je ono što ja isto pokušavam, možda ne toliko uspješno, ali zaista pokušavam da učinim i ono što nama treba. Ovo u Boškoj Mahali zaista ranije bi možda bilo 99. 2000. Nema sad incidenta, ali to upravo govori o tezi, znači šta znači multietnički grad, šta znači tolerancija, Severna Mitrovica, toga u Južnoj Mitrovici nemate. Toga treba, a da bismo imali, mi moramo imati Srbe koji će onda vidjeti kako se sveće u tom delu. Do t'i marrë disa pyetje e pastaj përgjigjet. Urnani tash e ka radhën ti komsi sërbe, po shkojnë një sërb, një shqiptar, drejt disa. Uzmi laser jedan, pa laser je pokazuje. Mirë. Samo čekajte samo malo. Samo një za razjašnjenje. Disa përmend në pjesën jugore, është e vërtet që figurat nuk I dim sakta, veç kanë jetu dikon rreth 1800 deri në 2000 sërb. Për fat keq, edhe në pjesën veriore në jugore do të dalin shumë që I kanë shit pronat. Për çfarë arsye, ndoshta arsye të sigurisë. Edhe këto përmenden për pjesën veriore, po do dalin shumë më tepër. Aty do të krijohet kushte, nëse I kanë pronën pjesën jugore do në më kthy, do të krijon kushte të tilla. Prandaj këtu mos shkoj me figura me numër, ndërsa pse multietnike, për arsye se sipas dhënave para luftës ka pas minimum rreth 9000 shqiptar në pjesën veriore, pjesës urbane të qytetit. Tash janë 1800, jo 3000. Po shumë a shumë sërb ka pas në gjitha në tjera të Kosovës. Po mirë, unë po them në mënyrë specifike dhe ajo është me të vërtet multietnike në të kuptim. Ka edhe në pjesë tjera, po është e shprehën ndryshe, dhe na tash po dojmë kriju kushte që të njihen më mirë të krijon komuna me shumicë sërbe edhe në pjesë tjera, jo veç në pjesën veriore, të arrihet një lloj multietnike. Pasi na kanë 20 minuta do t'i marrim disa pyetje, edhe ju lutem nëse dikush kështu shumë kreative me pyet edhe sportistat edhe muzikantët. Urdhno. Ja sam Petar Miletić, novinar. Također nisam iz Mitrovice, ja sam iz Peći, ali delim sudbinu ovih ljudi ovde već 4 godine. Kao neko ko je Pećanac, kako god to vama zvučalo, ovo mi onako dođu kao slatke muke I kao nešto što je lepo rešavati, jer ovde ima I Srba I Albanaca za razliku od mog grada, gde mi moramo sada da se najavljujemo nekoliko meseci unapred da bi došli do samo bar predsednika opštine. No ja sam hteo da postavim konkretna pitanja gospodinu Joviću I gospodinu Redžepiju. I osvrnuo bi se naravno na plan. Moram da priznam da ga nisam čitao, ali neke reakcije jesam. Gospodine Joviću, da li je za srpsku zajednicu prihvatljivo neko telo na nivou grada Mitrovice? Da li će se to zvati gradsko veće, gradska skupština, gradsko bilo šta? Da li je prihvatljivo da, na primer, sede Albanci I Srbi u nekom zajedničkom telu, a da se pritom međunarodna zajednica potrudi da ni na koji način ne može doći do majorizacije Srba u tom telu, dakle da bude ili isti broj Srba I Albanaca uz posredstvo međunarodne zajednice, ili uopšte da li je moguć neki model takvog funkcionisanja grada, naravno uz pretpostavku da postoji opština Severna Mitrovica. I za gospodina Redžepija on je pominjao podopštinske jedinice. Šta to u stvari znači? Mogu one da se zovu I tako, I opštine, I ne znam kako, ali mene zanima koje su ingerencije konkretno severnog dela Mitrovice, odnosno te opštine koja će se zvati Severna Mitrovica. Dakle, samo još jedna, da li će ta opština imati svoj budžet, svoje autonomno odlučivanje u odnosu na Južnu Mitrovicu? Hvala. Ovde molim iz mikrofona. Znači, kad kažemo da li postoji mogućnost, ja mislim ovog trenutka da ne postoji mogućnost da Južna I Severna Mitrovica budu zajedničke neke opštine, odnosno 2 opštine koje će imati neko zajedničko telo, ali opet kažem da mi moramo na tome raditi I moramo raditi prvo na otklanjanju glavne prepreke.
Znači moramo učiniti sve da se povrati poverenje i srpske i albanske strane. Kad je reč o ovim zajedničkim u planu, ukoliko pokušavam konkretno ne prekinuti, ja reći konkretno. Znači konkretno ako ste rekli, ja mislim da to stoji kod gospodina Redžepija u planu, znači imat ćemo opštinsku i severnu opštinu na severnom delu i južnom delu koji će imati zajedničko upravljačko telo na čijem čelu bi bio međunarodni administrator 3 godine. Nakon toga imali bi 2 opštine i 1 predsjednika. Meni to malo neozbiljno zvuči. Znači, logično da svaka opština ima svog predsjednika, svoj administrativni aparat, a imati 2 opštine i 1 predsjednika, sad, da li bi on bio stalno albanski ili rotirajući, sasvim je nebitno. Znači, za sve to, pretpostavka je osnova da bude poverenja. Međutim, u ovih 3 godine, kada se mnoge stvari iskristalisati, ako znamo kako se ponaša vrhunski međunarodni administrator, specijalni predsjednik generalnog sekretara, počeo od Kušnera, nažalost, danas do gospodina Petersena, svi su bili apsolutno pristrasni, naklonjeni albanskoj strani. Mi ne možemo očekivati ništa pozitivnije kad je u pitanju novi administrator. I ono što je glavna prepreka, znači mi ćemo opet o ovom planu razgovarati, ali paralelno sa tim, ja sam rekao nijednoj lokalnoj televiziji, želeo bih danas da ponovim, učinit ćemo sve preko Srpskog nacionalnog veća, preko našeg pregovaračkog tima. Ono što je mnogo prioritetnije, znači možemo pričati o Mitrovici, ali pre Mitrovice mi moramo tražiti formiranje istih takvih grupa, baš za grad dok ste vi došli, Peć koja je imala par desetina hiljada Srba, pa da tamo napravimo taj plan gdje imamo 2 opštine zajednice, srpsku i albansku, samo da završim. Ne, mi uslov ne postavljamo, mi samo razgovaramo, znači pokušavamo da budemo razgovetni i racionalni. Znači moramo imati teorije, shvatit ćete, ovdje imamo 2 opštine, ako slažete s tim, ako to vaše pitanje, znači ima tu 2 opštine, jedan zadovoljavajući život. Činimo nešto da bude još bolje. A vi u Peći, Prištini, Đakovici, Uroševcu nemate, završavam, nemate uopšte srpskog življa. Znači, ajmo da tamo, kako se pravilo ovo monoetničnost, Ečko Čiće, ajmo da tim redosledom pravi multietničnost. Pa kad ovaj program gospodina Redžepija bude preslikan na Peć, Gnjilane, Prištinu, mi ćemo biručke prihvati i za Kosovsku Mitrovicu. Do të provoj zotit Miletit shumë shkurt, mendoj se ai gati edhe për mene esencën e planit, s'di ai ka rëndor, po diçka ashtu është e tillë. Mund t'i garantoj se njësit komunale ose komuna terminologjia është çështje që do të bisedohet, do të ketë edhe kryetarin e vetë komunës, do të ketë edhe kuvendin komunal, do të ketë edhe qeverin lokale, ndërsa organizimi si bord administrativ dhe ekzekutiv që do të udhëheqet nga ndërkombëtarët është diçka tjetër. Ashtë kom shumë ko me elaboru. Nëse në përkëthim ka pas gabime, në kom thonë fillimisht, në kom propozu 2 njësi nën komunalit të një komune. Dhe kjo është avansu në grupin politik strategjik. Që tash do t'i flas detalet që mendoj se dhe mund tjetë, dërsa këtë pjesën që Zotë Jović vazhdimisht thetë, do të provoj këtë moment të abstrahoj, kështë se kom dhe gjuhë dhe të shkojmë gjëra konkrete. Do t'i marrë 3 pyetje shqiptare, 3 pyetje sërbe, para se të shkojmë përgjigje. Urna. Musa Miftari, përfaqësues i luginës doktorëve, është e vërtetë se ka tensionime edhe shumë të mëdha. Unë shpesh herë vizitoj pjesën veriore, ku e kam shtëpinë e rënume, edhe nuk e njeh veten aq mirë. Diçka najr është një tension najr. Po supozoj se edhe një sërb kur kalon pjesën jugore e vaj e njën vetën sigur se që unë e një. Prandaj, çka është të bëjë qeveria e Kosovës, a ka plan, a ka strategji për detensionimin e gjendjes? Kjo është pyetje për doktor Bayram Redžepin, kurse për zotin Jović, unë disa herë kom tentuar me kontaktu me kujshit tonë sërb atje ku kam banu ma përpara. Mirë po, deri tash nuk kam pas sukses, fatkesisht s'kam pas sukses. Një farë përgjigje e kom marrë në për kanale jo të rregullta, se sërbët duhet gjithmonë me pyet diken që është shumë analt prej tyne, do me thonë duhet me kontaktu, jo vetëm juve me ju kontaktu si juve, por duhet me kontaktu edhe Beogradin në mënyrë që me marrë ndonjë vendim të tillë, sikur se është për shembull vendimi me kontaktu me mua pi një kafe së bashku. Prandaj, a është kjo e vërteta, nuk është. Ju faleminderit. Vazhdojmë pyetjen te Kika, jep jani, lutem. Në rënd parë. Shqepki, mos e diskrimino. Falni, urna. Si s'po di me ftyra që ka jeni, urna. Atë përgjigjeve me njerë për doktor Musën apo? Majnë men, jo, po du mu një qytetarë ma shumë. Orlović Mitrovićin, rođeni Mitrovićin, zadnjih 50 godina, Bogu hvala, ovdje ako da Bog je toliko. Gospodin Redžepi, jedno kratko, jasno pitanje, znamo si od ranije, vi mene možda ne znate i ne sećate se, ja se sećam u svakom slučaju. Da li zaista iskreno verujete u modus vivendi, u suživot, ili, kako ja mislim, da su ovo pomalo i Potemkinova sela u vreme ovih pregovora o konačnom statusu Kosova. Metaforu Potemkinova sela prevešću, neko razume, neko nije. Grade se kulise, stvara se nešto kao forma, a sadržaj je nešto sasvim drugo. A onaj traktat o strahu da ostavimo, jer strah je zaista racionalna kategorija, tu postoji povratna sprega. Kad se ja zaista sutra budem osjećao, kratko ću slobodno da pređem na ovu drugu stranu i da pozdravim neke svoje poznanike od ranije, ja ću reći, ajte da verujem u to što vi pokušavate da sprovedete. Eto.
vend parë. Edhe unë, vazhdoj me pyetje. Quhem Hakif Mehmeti, jam banor i pjesës veriore të Mitrovicës. Do të thonë kodra minatorëve, një pyetje për zotin Jović. Kur unë si banor i pjesës veriore do të mund të qarkulloj shlirshëm në qytetin po them tash në veri, kur mund unë me dal me ble një dabuk në shërbim ku është veç 100 metra për shtëpisë time. Do të thonë kaç. Edhe një pyetje për anës sërbe, edhe Možemo da odgovorimo. Da se izvinjam, mogu još znači pitanje, ako ja mogu dobiti slobodno u Severnoj Mitrovici da kupim hleb, da li može? Da, to sam čuo, ali nisam kraj. Ovo na srpskom kaže sam. Samo da čujem ovo, molim vas. Molim vas, samo malo. Izvinite. Izvini. Kad ja mogu gospodine? Da sami kupite... Da idem slobodno molim vas. U radnju, u bolnicu, pošto sam građanin Severnog dela Mitrovice. Uvek treba da plašim se od čuvara mosta, od tvojih čuvara mosta, Oni što da kažem, ove znači, evo opet pričam, ove znači pohvala da slobodno može da se ode, ako se razume, da se kupi hleb bez ikih problema, a kažem, od čuvara mosta, ako zaista postoji, možemo pričati o tome. Znači ja ću pričati, ne, vi će pričati da, znači onda bi trebalo reći uni policiji da postoji momci sa mosta i da oni preduze svoju ulogu. Ja mislim, da li imate vi problema sa svakodnevnim životom u Severnoj Mitrovici, iskreno? Imam, zato što moram da čekam 6 sati da idem kući, autobus, ne smijem da idem kad ja hoću. To je loše, ali eto malo za utjehu, neki čekaju 7 godina da dođu u kuću svoju, ali to je loše, mora se raditi na tom, slažem se. Edhe pastaj shkojmë film këtu. Unë deshta të dyjave parafërsisht ngjaj shumë edhe doktor Musës dhe zotit Orlović, për arsye se ka edhe ngjashmëri, besoj në pyetje. Na çka provojmë në këtë drejtim është që të bëjmë një plan real dhe nëse ekziston gatishmëria dy komunitete edhe faktorët ndërkombëtar që të jeti përgjegjshëm në implementimin e pjesës së vetë që i takon, ka shansë, dhe njerë them të jepat shansë Mitrovicës. Të hekum atë pjesën të prekshme të shtensionimit, ndërsa në ndërdijen tonë duhet doktor Musa me zotin Marko Jakšić, ose one me Markun që kemi Koljedo, ose Milan Ivanovicin, të i vnojmë bisedimet, s'kem nevoj me udash, për ta respektojmë një tjetrin, dhe është përgjigje indirekte edhe zotit Orlović që ka gjas reale. Unë edhe njerë tha me plot përgjegjësin që qytetarët e Mitrovicës dy etnitete në të dy pjesët si kur të lirohen nga presioni, qoftë i politikës, qoftë e njerëzve që nuk janë të Mitrovicës, po jo të gjithë, natyrisht se dikush me zorë, rrinë edhe në pjesën e veriore si i gjvendosur, po ka që rrinë edhe për qëllimet përfitimit të ekonomisë grije shumë se në tjera, t'ju jepet shanca, atëherë do të shini me të vërtet që ka gjasa dhe ka mundësi që të ndërtojnë raportet fqinësore që i kanë pas marrë pa. Hoću koment od vas, gospodine Dašiću, od onom što ste čuli sada. Gospodin Ređepi, pitao sam vas, ako ste me lepo razumeli, da li su dobro preveli, da li vi verujete zaista iskreno u koncept zajednički Mitrovice? Živi bili da vode i šala. Da nisam verovao, ne bili ušao u ovaj projekt. Hvala. Samo malo, čekajte, izvolite. Kako vam se ovo sve zvuči vama? Zvuči mi veoma, da kažem tako, opako. Zašto? Zašto? Zato što sam ja zagovornik sporta. Da. Ništa više. Mene politika zamara mnogo. Ali kako biste kao sportski komentarisati sve ovo? Pa vidite, moramo da se vratimo unazad. Nismo mi hteli da prihvatimo ni Goodyear ligu, nismo mi hteli ništa da prihvatimo. Ispalo je da smo najjači u sportu, naročito u košarci u celoj Evropi. Igrali smo i protiv Hrvata i Bosanaca i svih ostalih. Za konačan status to neka se izbore političari, ali ja hoću da uđem u srž sporta. Zašto sportisti grada Mitrovice, ni severnog dela, ni južnog dela, zašto ih nema nigde, ni u Srbiji, ni u Evropi, ni nigde? Ja hoću da kažem kratko, jasno, zašto ne bi i Kosovo ušlo u taj savez? Sport je sport, politika, opet kažem, me savršeno interesuje.
Savršeno. Unë kisha me apelu ma shumë se rinin tonë, mendoj se është rini e shnosh, sa i përket edhe anës jugore se verë që të qujmë, që mos të ngarkoj me politikë. Rinia të mirët me sport dhe me muzikë, e jo mi ngarku po shihet që dikon është 90% bisedimeve folet për politikë e jo për rini për sport, se mendoj se Kosovë ka shumë talentat mëdhej që luajnë edhe në garat evropiane, domethënë ligat më të mëdha në Evropë marrin pjesë edhe shqiptar, edhe serb. Kështu që mendoj se ma shumë të mirë me tritë që të mirë me muzike, me sport, se sa me politikë. A mundeni me bo këte në këtë qytet, që është pa pas ndikim politika në punën që i bani? Muj më përcjek, po nuk di sa na përkrahin. Unë përsho që tu afer e kam njerin që dyqysh për përkrah krejt këtë punë. Kështu që unë për veti bëj për projekte edhe kom bo për pjekje, edhe pse kam një punë tjera, do më thonë bëj diçka që e shoh vetën që muj me kontribu krejt për këtë punë. Do më thonë se edhe tek e fundi nëse kontribuaj në kulturë, muj me kontribu për këtë qytet, nëse kontribuaj këtë qytet, do të me bo diçka që mi lidh dy pjesë, po di sa do të hasim për krahje për instanca më të larta. Miodrag, ako postoji toliko problema stvarno politički, ako postoji stvarno toliko mnogi frustracije su za političke probleme, da stvarno može se raditi normalno na ovom gradu, tu profesiju koju radite? Pa ja konkretno pričat ću opet u svom slučaju vezano za mene, onda da. Ja moram to da kažem, jer ja sam vam rekao da eto, ja sa svojim bendom sviram 2 puta mesečno, pre nekih 10 dana došli su i moji drugari iz Beograda, mi smo imali jedan koncert tu, to je bio jedan jazz trio, pošto ja moram da kažem da sam ja ovako po profesionalnoj orijentaciji jazz bubnjar, tako da može normalno da se funkcioniše i mislim da je za Mitrovicu da je to jako veliki uspeh, da se i time isto doprinosi tom jednom kulturnom razvitku. Da li bi ti svirao u Prištini? Pa ja, da budem iskren, mislim da za neke stvari je potrebno da prođe određeno vreme. Ja, ako pričam sad, pa ne znam stvarno, to sad zavisi od svega. Mislim da se ja u ovom momentu stvarno ne bih osjećao prijatno kada bi svirao. Šta bi ti trebalo da se osjećaš prijatno? Možeš konkretno nam reći šta to pa znate kako, mislim da to sad sve zavisi i od svake osobe pojedinačno, znate, jer ta neka, znate, taj strah i ta mentalna barijera, to je već jedna individualna kategorija gde svaka osoba, znate, jednostavno treba da prođe određeno vreme da se to prevaziće. 6 godina posle rata nije dovoljno. Pa mislim da za neke stvari očigledno da nije. Vi ste htjeli nešto da komentarišete na to pitanje? Ništa samo rečenica, samo htio ono što je po meni mnogo bitnije da opet bi zamolio prevod. Slabije se čuje, nema problema, malo sam pojačao, ali sa gospodinom bilo je zabune oko prevoda i ovam ja se razumio recimo da je rekao, samo da kažem gospodin, da ne zbog prevoda, ne, reče da ja sam u prevodu čuo da može slobodno da šete Severnu Mitrovicu. Postavilo se da ne može, zato kažem oko prevoda, samo zamolio da bude što konkretnije. Ne, kasnije da i odgovorio sam. A ovo što beš oko kafe, tako da se pita Beograd, tako rekao ste, da mora piti u Beograd, evo prozgovarat ćemo s tim ljudima, ne moraju piti u Beograd, imaju zeleno svjetlo sigurno, nema zabrane iz izgleda kako. 7 godina do sada. Mnogo. 7 godina je prošlo, do sada nismo uspjeli par običnu kafu da popijemo zajedno. Ovo danas ja mislim u funkciji toga da se upravo što pre dođe do toga. Da može. Kako? Ne verujem kako je. Faleminderit. Kaq po vjen keq i vazhdojmë pyetjet, rini këtu, mirë po kaq kishim kohë dhe ju përshëndesim natën e mirë nga Mitrovica.